Atëherë zoti Leshanaku si e pat barazimin e Elbasanit me Partizanin? Unë mendoj se ishte një rezultat shumë i mirë për ekipin tonë, por se si erdhi loja. Mendoj që dalja me karton të kuq e dëmtoi ekipin e Elbasanit, që deri në atë çast e kishte dominuar takimin, por mendoj se gjëra që e dëmtoi më shumë dhe nuk u arrit rezultati maksimal ishte humbja e penaltis nga Zage, e cila do të jepte lojës një tjetër rrjedh edhe do të siguronte 3 pikë në Elbasan. Megjithatë, duke parë të gjithë rezultatet e tjera, mendoj që ishte një pikë jashtëzakonisht e vlefshme. Por u bën disa ndeshje që Elbasani shënon dhe nuk mban dot avantazhin. Si mund ta ndryshojë sa rregulloj rrugës këtë problem nëse ka? Mendoj që presidenca ka menduar që të bëjë një merkato duke blerë 2 lojtarë të cilët janë prezantuar tashmë, që janë jashtëzakonisht cilësor. Por mendoj që nga ana tjetër që ekipet e tjera kanë rritur shumë cilësinë e tyre, kampionati është jashtëzakonisht i fortë, shikojmë ka shumë barazime, fitoret janë me pikatore, nuk ka më fitore me diferencë madhe golash. Kjo do thotë që edhe Elbasani do ta ketë jashtëzakonisht të vështirë vazhdimin e kampionatit për të arritur ato objektiva që i ka dhënë vetes, por unë mendoj se do ta dalë. Ndërkohë ndeshja radhës është me Teutën, një sfidë e vështirë, si e prisni? Sa po fola, thash nuk ka më sfida të lehta, sepse gjithë ekipet tash janë në një vogull. Fitoria e Tiranës ka futur që nga Teuta e Bora i ka futur në valle për të mosur nga kategoria dhe pjesa tjetër pastaj lufton për të siguruar vendin kaçe, megjithëse mendoj, duke analizuar rezultatet dhe përbërjen e ekipeve, që katër ekipet e para tashmë besoj me 90% kanë siguruar kaçen e parë dhe dihet ato që do luftojnë për titullin kampion.